Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në luftë me ISIS. Lajmi është konfirmuar para Senatit nga sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel. Ai gjithashtu ka shpjeguar me detaje strategjinë që Shtetet e Bashkuara do të ndjekin për të luftuar grupin militant të shtrirë në Irak dhe Siri. Ne jemi në luftë me ISIS ashtu siç jemi në luftë me Al-Qaedën. Ky plan përfshin hapat që do të ndiqen në luftën kundrejt ISIS, duke përfshirë dhe komandën e tij të kontrollit, aftësitë e logjistikës dhe infrastrukturës. Diskutimi në Senat u ndërpret disa herë si pasojë e protestuesve, të cilët mbanin veshur bluza ku shkruaj se qytetarët amerikanë nuk dëshirojnë luftë. Sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel deklaroi se është miratuar plani për të zgjedhur sulmet ajrore kundër ISIS. Gjithashtu, General Dempsey ka konfirmuar se këshilltarët ushtarak amerikanë do të ndihmojnë ushtrinë irakiane për të planifikuar sulme kundër ISIS. Ai është shprehur se nëse do të arrijë në pikën ku këshilltarët duhet të shoqërojnë trupat irakiane sulmet kundër ISIS, ai këtë do t'ia rekomandoj presidentit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur sulme ajrore në Irak në mbështetje të kurdëve, të cilët po sulmohen nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Ushtria amerikane bëri të ditur se sulmet ajrore kanë nisur nga dita e diel dhe kanë vijuar në ditët në vazhdim. Qindra këshilltar të tjerë amerikanë janë dërguar në Irak si pjesë e një strategjie të re për të mposhtur grupin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer grevën e tyre të parë ajrore në strategjinë e cila kërkon të degradojë dhe shkatërrojë ISIS.